Sot. Përshëndetje. Përshëndetje për rasteve të ralla që në momenteve. Gjithçka natyrë. Dhe me thënë, jemi në Firaj. Rona me një në ndorë. Rruga në ngritjen, në fënditjen, të kemi rësullet. Dhe me thënë, në tumën e vogël. Nuk ka qenë një rrugë që janë bërë të drumt. Dhe një ditë do të kemë në shqesim të madhë. Dikun në rrugën time, të shkën të shpia. Në rruga Shabanit, që ti Islam Shabanit. Ndashta do të amnoj dikun një kamerë kurth. Që e kuptojmë kamerën kurth? Kamera kurth është diçka që ka nga lagja ime se musafirës a vendas bëzitin shpejt. Bëzitin disa nga shpejt, nuk pi të rega emrat kush janë. Mirë po një ditë do të bine ato në kurthën time. I paralemrojt kujdes. Në të krijohet një zonë e ngjitjes së rrugës kemi së kaki. Ndoshta do të aftoj një ditë edhe policinë që tim në shenjat atje, rruga atje 30 ose 20 në orë. Çka e kupton rruga 20-30? Kjo rrugë e kupton e kufizuar, shpejtësitë ngadalësuar, që mos ketë pasoja, qoftë fshatarët, qoftë kafshës, qoftë kudo qoftë. Të mos vjen e keqa dhe masa ne të kajmë. Këse o bon që shë bon. Është e mundur këtë të amnejon një kamerë kurth që as kush mos të din. As trafimi të mi, as policia, as kudo qoftë. Dhe një ditë mendoj të bëj publike në platformat e mija. Pse publike? Për çka? Të kryuat rendi dhe qësia, ashtu që është kryuar, dhe nga pak, nga ato që janë mendjen mdhej, dhe kanë vëzitit të shpejt të kerëv të ullin mendjen. Kjo ishte një pak një palemrimi ime, se palemrimi ime është kjo. Kjo është palemrimi ime qëtët. Po, kamerat kurtha janë kurth, vetë fjalla shqipe thot kurth, që askush nuk e din se ku. Dhe kurtha, me lëvizjen e kerëve, që të të vjen aja automatikisht hapët. Në e mund të jetë dikune më sheft. Në këtë shefësinë time dhe teknikën time, nuk e të regojnë. Nuk e din askush, ndërta. Nëse e shof
që vërtet është e vazhdueshme shpejtësia e kerrave të rrugës që kalon ka shtëpia ime, Islam Shabani, do të bëj kujdese që ta kem një kamerë kurt këto. Pra, kaloni mirë. Pra, plepi bardh. Plepi bardh në toka e ti është diçka që dhe këti sere kam përsëritur, është zingo, dhe nuk di se si ushet, po janë paremnimet se mund të ketë sasi të mineralit zingo. Ja, dikun nga lak, nga Syrnika, prejnë që më dhe tëm, në që është natyrës dhe se përvojës të përdojt në Kosovë djegja. Si e kuptojmë djegën, sa nësë është me djegën natyrë, është diçka e damshme, që ka pasojë të këqija që në natyrë. Atë dikun nga gryka, po korita si tëmë, ka kotusha shifët të shemëll tymi. Firaja shifët nga lartë dhe këtone që ka marrë vend dikun, e sjellin nga vetja dhe këtu jam në shemë. Nuk di se duken, po ja këto miniri shemë. Jam ka rëzitën pak, marrë ngjyrat e diellit. Të më ngjyrat e diellit janë dhe tonë këtu. Kam komodën time. Mund të krijohet edhe tonat dhe muziket, tinglimi. Si e kuftoj tinglimin, pra. Shkojmë pak e kthejmë andej nga pjesën e tjeme që kemi dhe këtu këtirët Hasan. E pa ngrijem manat. E qash ngrijem. Ja, pra. Qëshje? Është natë? Kje kom të mledhë këtë minja? A mledhë heq? A mledhë heq? A me mirë, se plej kajtje? Kajtë? A, shumë mirë, kalla bukra. Qish po të pëlqen firaja? Firajnë që shtronë vetë e një. Jo e të vaj gare. Kolla, 35 me. Apo mje mu e? Minire, jeti. Ka në fandejt, a kalla mira. Respekt, a? Ja, pra, qish patëm rastet të një mblesit të dullinjave. Ma thonë, edhe firaja ka dullinja, të është njët edhe zhurme, kilave, knojzve, që të them, gjithë shka është në firaj. Dhe një person që vinte nga Biceci e njefte minirit. Ja. Gjithë shka është e mundur me minirit. Kush është miniri? Qka din miniri? Qka din miniri? Din dhe qka miniri? Ja, pra fjeri. Sot një qizim i shkurtër që do të betet dhe për mbledhja, do t'jetë me GoPro. GoPro. Në munges të linës e kam patër, kam përcjellën mu, tash kam GoPro. Ma herët fillova të bëjnë qizimin me kam. Me Astritin. Astriti dha dhe numën e ti telefonit. Astriti shqesua për lopën e ti. Pra kjo dhe të vazhtë e rrugën për pjeta. Të dhe në kali që shnit ka nga dalë. Ja, fra miniri kështu. O, minir Sadiku. O, vane kare mërë burë dhe. Po, e di. Kare në të prove. Pra bërdojnë me qizimet e Pra bërdojnë qizimi rrugës për pjetë. Gjithë ka kryon malet të reja. Pse kryon malet të reja? Pse këtu nuk kanë njëzë interesat të presin këta male, që të fitojnë për drojtë dhe vazhdojnë naltë. Presin male. Ki mal është naltë që i prejet dhe të të prejet, është i ri. Nuk e di a ka 100 vite.
Çka të ndodh? Tash kam pa ka lindja malit të ri prap. Ja pa krijimi gjungla të reja, male të reja. Bagremi. Bagremi. Nuk do t'ike rrugës, se do të kemë vështirësi, po do të njike rrugën e drejtë. Pushojmë park. Vogël. Kemi këto një bagram që është rritur dhe do të rritet. Është shumë karakteristike nga dikush që ka pas kujdes dhe ka filluar ta krasist.
Do shta në tamën do të mbetet nga një simbol i lartë i joni. Një bagram që do të ketë shumë kujtime. Një proces pasiosit të natyrës dhe ato që janë të malit të kenë kujdes në kujdesin e këtij bagremit me 2 dega. Shumë i bukur është. Mendoj me në kohë shumë të shkurtër, këtë do të merr shtatën e vet, do të merr rritjen. Sa krenarja më qeqe këta këto. Afrohem prak nga fshati Firaj. Për këtë Firaja. A ne shkrim fshatët për pjeqe raportin ndan brodin. Temi Firaja, mandej, ma porqin një zhumë me raportit. Të raportit të ndan brodin dhe këtë vinë marka shilere, nuk i di që thënë dhe janë të gjithët që nuk mund t'i emroj, nuk i di që janë. Gjithë jemi të tumje këto dhe gjithçka në tumje që krijohet një fantazi e pemëve dhe një dhe që shka e mahneshme në natyrën. Lage kemi në majnë tonë të Lëbëtenit dhe vazhdimi i pregaditjes së vjesës që shkurja dhe sikur të themi ndërnë gjithë lëshuse që si lëshojnë gjithët pregaditën dimrit të bëjnë gjumin e dimrit. Gjithçka këto është e bukur. Gjithçka është e bukur, dielli. Tingujt e ziles apo tingujt e kumonës bëjnë diçka që ju reflektojnë dhe ju zgjojnë nga gjumi, sikur mua, sikur juve. Pra, kjo është dhe vazhdojmë të ngjitem përpjet. Deri ku do të shkoj nuk e di. Po një mund t'ju garantoj se nuk do të shkoj në vjeshk. Këtu ishte më herët, pra disa ditë ishte me. Pra jemi tash në ëndrat e në malit. Pisha me ndoj këtu ka bi vetë. Nuk mund të them se si janë afar, dhe këtu janë nga fort, ose kanë prunë shpenzat. Si shifet kjo është ndaluar dhe nga kjo rrugë nuk mund të bëhet drumni. Gjithçka fillon të rritet egërsisht natyrë. Kur pengohet rruga, në këtë mënyrë, në këtë anë nuk mund të bëhet drumni. Kush janë përgjegjësit e drumnit? Dhe njëra nga temat që nuk do të flas, po mendoj përgjegjësit e drumnit dhe kujdesi për pyllit është Parki Nacional. Parki Nacional dhe gjitha kjo që nuk i takon në komunës apo trajnit të komunës e policisë. Ajo do të bëhet angazhime më të mëdha. Një nga fajtorë që do t'i marrë në përbeti për sëmbimit është Parki Nacional. Klepat e ballë. Si e kuptojmë natyrën e re? Natyra e re, kur nuk ka me njerin, kur të e larguar nga njeri, dhe nga natyra e re që jeton me gërsiren. Cilat janë e gërsirat që kemë që mund t'jenë ende? Unë nuk i njoh, nuk i kam parë. Është ariu, është ujku, është qepulli. Dhe me thonë është dhije egër,
është drenusha tjera. Ma shumë nuk di. Qurma helikopterit që ruan është i këforit. Si duket këfori? Ta shumë mjafton vetëm shumë ta kem. Të flasim, si mund të flitet për sigurinë e Kosovës, ku shëruan? Në mënyrë të ralla patrullojnë helikopterat të forca ushtarake të këforit. Sa mirë që nuk patrullojnë edhe pa helikopterat të forca të sond të FSK-s apo të Albin Kurtit. Ja pra një bimë e re, ndoshta mund të jetë palma. Vendore. Hetin në rrugët e pakalueshme tani që mund tjetë edhe për gjipa, edhe për traktora, mendoj po. Gjithmonë kama diçka që kalon të gjitha teknikat, mendoj që ka krijuar njeriu. Kama njeriu shkel shumë vende të rrezikshme, po njeriu korrekt të nditet ama larg. Shpesh nga janë në vendimet e mia që them, alpinistat, kërkështarët, fotografët, ato ngjiten as larg më afër, që të afrohen më afër Zotit. Ku është Zoti? Nuk e di asëm. Por një bindje kam që të ngritem sa më larg, jam as më afër ti. Edhe pse kam bindjen për herës me mua. Ja pra këtu kemi diçka të re, elementeve që vënë vetë që kanë bëjt zëqë gështenja. Gështenja vetë shëmot në malë. Në rreth se të ndihmoj dhe të shëmoj më letë, nga vetë banorët vendas, ajo shëmot në pika nga shpencet mundjetësore, e bartin e dikun dhe e pik dhe jetë si diçka si me të fara dhe fara për të rinjë. Dhe me kohë këtu banë shumë gështenja dhe çka do thot, kush e financon, si u kryua, si mbeti, kjo hapësirë shumë e madhe, kush e menaxhon. Ti në disa zhurmë të vjedhe, prera, malit, nuk di ka shkon. Dhe ku janë Parki Nacional? Parki Nacional mendoj, do kurset e tjera ka bon me banorët, të këshillon dhe të mendon për natyrën dhe pasurinë që kem. Nuk i di. Është Parki Nacional diçka famvar, apo i takon qeverisë, apo Prizrenit që nuk e di. Kemi dhe bimi kurse mendoj, që mund t'jetë këtë dhe këtu. Ja këtu kemi qërshin. Njëra nga reflektimet e mia që tashme vazhdon Mine Sadiku gazetar. Çka është Mine Sadiku? Diskutueshme shpesh e pyetur. Je apo nuk je gazetar? Je apo si e pambar, për ka punon, si punon, kush financon? Shumë pyetje. Pse këtë e bën, pse ata? A ki fitim, sa ki fitim? Janë të pyetje të mërzitshme. Janë pyetje që debatojmë njëri në çatet e mendoj në çatet e debatet të ashpra që mund të jenë. Debatet e mia të ashpra në TikTok. TikTok ka debatet të ashpra me mua. Dhe në disa nga gjonat që damen nga fushat e ndryshme që mendojnë se kështu mund të bën miniri si pas tyre. Nuk për i ceki emrat, kush janë ato? Dhe kush janë ato të diturit? Kush janë ato të ditët e të diturve? Pra këtu kemi erozioni. Erozioni krijohet nga atmosfera kushtet atmosferike si kemi pika pa shiu.
Pika ditë shire të lakësira bora dhe që të reshërve që kryojnë që kryojnë alterimja po, si të erosioni dhe prishja shkëmbive. Këto shkëmbi të gjithat janë shkëmbi sentimentarë. Edhe në gjyra që të regon, gjyra kaftë të regon se herët diku në kohë të hershme geologjike, këto kanë qenë në presionet e temperaturat të mëdhoja. Që nuk mund të flasë që kanë bështjelin këto. Sa mund tjetë thellë dhe kështu. Me shtrotë thjeshtë. Ka Republika Kosovës një institut të pamvarur të gjeologjisë. Mund që ka kuptojmë, institut të pamvarur nga qeveria, është apo nuk është? Se e dione nuk ekziston. Pse nuk ekziston një institut i tillë i gjeologjisë? Pse? Pse nuk ekziston një institut i gjeologjisë i pamvarur të mirët me të pënimin, të mirët me bartin apo hartave të reja, të pjesëve të pastudiuara? Qa ka pare qeveria? Cilat janë pare të qeverisë? Pse qeveria në këtë pika nuk ndanë pare? E pengojnë këtë institucione të pambara të gjeologjisë? Më thoni jo të diturit, kemi apo nuk kemi institutet të gjeologjisë të pambara? Pak ma lartë, e ngriti dorën dhe ma lartë. Qëka mund të kuptohet natyra? Qëka mund të kuptohet therrat? Keni met ndonjëherë në therra? Keni met ndikush nga ju processet e me në therra? Dullinjat. Sot e pas njëri që kishtë mbledh dullinja, ishte artu nga Biqeci. Dhe ai më njefte mua, më në kë njofte. Po, ta të njoft me nërto. Qa? Gjithçka mund të dilet. Kush hetë këtë i pari? Kush hetë këtë i pari? Gjithçka në firaj, gjithçka pa rregull, gjithçka s'të njëri ma mirë se tjetri, shtëpia nej, shtëpik nej, shtëpinat liva, shtëpiket liva, shtëpinat lagjo, shtëpiket lagjo. Njëri ma mirë se tjetri. Qa ka firaja këtu? Ka firaja mos kuptime, po ka shumë. Vrapo njëri pas tjetrit ma mirë se tjetrit të ndërtej. Po zgjidhet e dyve nuk janë të zgjidhura këtu. Në një, uji. Uji nuk është i zgjedhur si sistem i mjaftueshëm që plotson nevojat e fshatit. Ka mundësi të zgjidhet? Unë mendoj se ka mundësi të zgjidhet. Mirë për nga zgjidhet se kam pa dhe si mendoj si të jenë si të djeshme sotme nuk janë suksesshme. Jashtë karakteristike këtu kemi një darë të egër. Darë dhe egër. Si do t'ishte darë dhe egër këtu?
Besoj se do të rritë e madhe këtu. E do të shëmoj me darë tjera. Karakteristike, rritja darës e egër këtu. Si janë një darë dhe egër këtu? Më thoni. Shka me diellin. Vrapimi pas diellit. Si kur dielli më trahton mu, ai nuk do të më më veti, do t'ik. Pse dielli frigohet nga unë? Dielli dhe friga diellit. Inspironi pak me diellin. Një thonë e egër. Një thonë e egër. Si do t'ishte këtu mbjella me bim të reja, thona, molla, gjithçka natyrale. Si do t'ishte kjo mbushje e kësaj sipërfaqes së madhe të natyrës e papunua. Gjatë të sjellte fshatit. Për pas fshatit që do të sjellte, do t'ishte fjala. Çdo të sjellte zgjve. Mendohet në trevën tonë apo në Kosovë se ka zgjë. Mendohet na se sa zgjë janë në zhdukje dhe sa zgjë ka që nuk janë në zhdukje, që në vendet tjera të Evropës nuk janë. Kush qëllet janë ato zgjë që ekzistojnë vetëm te ne? I din dikush. Do shta këto mund t'i din, vetëm ato që mirë me studimin e zgjëve. Kush janë ato? Njëri nga ato që njoh shoku im Alberti. Kam bërë diçka biseda të shkurtra me ta, kush janë zgjët, pse librat, çka ju sjellë librat në Prishtinë? Librat e tij, me zgjët, fotografit. Si mund të mëson të ri të njohin zgjët, të dinë si quhet kjo. Në ëndrat e gjumit që do kanë fëmijë të gjenerata të re, ata do të mësojnë dhe emrat e zgjëve që jetojnë në natyrën me ta. Pra kjo është një parë reflektimi apo më të rritë gjelbrimi këtu kënej. Është normale, se nuk ka si më pas që janë rujtë dhe e kanë ngrënë barin. Gjithçka është mbetur e lëvizshme si e do natyra. Dhe unë vazhdoj në malet. Si do të kalone, do të mbjes tikun? Ta shof. Korat e hetme gjeologjike, kjo grop që shite madhe ka mund të jenë përpara e mbushur me ujë. Me ujë të ambla. Dhe mund dikun atje poshtë ka mund me shpërthi dhe bart ujë nga këto. Dhe ka me qëto që shifet kjo grup e madhe. Grup e madhe e propozua tash me shpi. Nuk flas kush ka qenë më para neve, nuk i di. Mirë po një është faktu, ka qenë një grup e madhe mbushur me ujë. Ja pra, një pemë që është tharë këto. Dhe bim tjera që kanë bija në i plepat e bardhë. Vazhdojmë në malë. Një kose që dhe shprejrë dhe një pushon të në natyrë. Ja, gjurëmët. Me sa shifet, ato që kanë prejrë nuk kanë mund të bartin. Mirë po diçka fati është i malë. Dhe këtu kjo do të rektu të kalbët. Kalbët është si ushqim për insekte dhe natyra. Këtu shifet ushqimi i çukapiktit. Ja pra. Ne kemi ushqimet e çukapiktit, ku ham të ushqimet e çukapiktit. Ja pra me forcën time pak e dridhe. Gjithçka është e mundur. Natyrë. Fati është i madh, këtë drunë këtu do të kalbët, do të ketë ushqim për malet e reja, insektet, çdo gjë natyrë. Do të kalojmë këtu pari, pa pengesa do të provoj. Po nuk mujta do të kthehem mbrapa. Këtu ka ushqim për insekte, ka ushqim për shpesë, ka ushqim për të gjithë, për vend që do të jetë këto. E kuptoni? Është që ka jetë dhe kalon dimrin këto, insektet e dimrit, që do të jenë për dimrin tjetër. Këtu e kuptojmë me një fjalë si ngjiri i natyrës. Çdo gjë gjallëses është e dobishme për gjallësen tjetër. Do gjallës jeton nga gjallësa tjetër.
Malet e reja.